por një shpopullim masiv që shumë unë kam marrë 23 hektar me qera, po unë këtë vit po mendojmë që 13 hektar t'ja rikthej bashkisë, si them nuk më duhen se s'ka njerëz kush i punoj, kanë shpopullim. S'ka njerëz aty për punë. S'ka për punë. Po ja, ka. Unë jam inxhinier, s'mund të shkoj të. Jo, e kam fjalën atje ka punë, por nuk shkon njëri të punoj në tokën që ti ke marrë. Po s'ka, tregoj një rast histori që është e vërtet. Mbasi u propoqa dikë ta bind që do kesh një rrogë të mirë, do kesh një makinë, për atë tokë për të punuar. Përgjigja e fundit ishte ti rrofsh për gjitha këto, por nuk më vjen nusi këtu. S'ma vjen nusi. Pra se edhe femra nuk martohen më në fshat që shpopullohen. Fshatra që kanë ngelur nga 10 persona me pa qendra sociale, pa shkollë, pa. Edi, para ca kohësh kemi komunikuar me dikë që çoi grupin, në fakt, më ftoi mua po vajti grupi në një fshat të Beratit. Ui, sa larg ishte. Sa larg pa rrugë fare dhe aty jetonte zotria, sepse ai kishte qenë biolog dhe kishte vendosur të jetonte aty. Ishin vetëm 3 familje. Kishin prodhonin një parajs, më thënë çdo gjë që vjen nga ai fshat është parajs. Por ata ja kështu komunikonin duke i dhënë njëri tjetrit dhe duke marrë. Por nuk kanë rrugë për ta nxjerrë në treg. Ndërkohë që ai fshat, domethënë, i sjell në i treguar, i bërë me rrugë e tjera, do ishte diçka fantastike. Po flasim edhe për fshatra që kanë pasur asfaltin deri në qendër, siç është ai, si është një nga fshatrat që ka asfalt. Deri në qendër ka qenë edhe tani në rrugën nacionale 800 metra me asfalt dhe kur janë puna kanë ngelur 10 persona, jo familje, se familje janë shumë. Një plak nga një shtëpi, një plak nga një shtëpi. Unë besoj fort që një rrugë mund ta bëj ndryshimin dhe pastaj mbas rrugës do pak punë që ne të flasim për këtë që quhen histori suksesi, të tregojmë njerëz, të tregojmë se si jetojnë, të jetojmë dhe vetë, për shembull, më beso, unë do kisha shumë qejf të jetoja në fshat. Tani mbase kjo vjen me moshë, mbase edhe mua të më thoshin 20 vjet më parë, do shikoja çuditur, siç por tani me qejf të madh të shkoja të jetoja. Bëja dhe emisionin atje, një mrekulli. 3 ditë. Po nuk ska, 3 ditë, pse tjetër vija këtu punoja. 3 ditë. Nuk është çudi. Po nga që janë kaq shumë muj këto punë të tokave, dhe unë nuk ngatrohem asgjë që është e palishme, s'jam gatruar asnjëherë, dhe prandaj ri këtu ke komunën e Parisit. Ja, jam gatruar me gjë të lishme që e kam marrë me qira, që jap qira në bashkisë. Dhe bashkia nuk më mbështet në asnjë aspekt saj, por dhe këtë verë kanali në Kullusi është detyrim bashkisë, se unë i paguaj detyrimin për ujitjen, mu desh ta bëja vetë me fondet e mia private. Sepse nuk ishte naft bashkia. Ke prodhuar diçka tek ajo tokë ndërkohë? Jo, unë mbjell pemë që duan paktën një dekatë që të vinë. Duan një dekatë. Do ti po punon për nesër. Kështu që edhe prandaj edhe po sika. Po sike. Sigurisht që s'do ikësh. Sigurisht që nuk do ikësh. Tani ke bërë i ke lënë vend vetes që të vazhdosh. Në mos të denoncosh, të punosh, të jetosh, apo është familja që po ndërhyn tani? Po kur fillon pasaj fillon familja, fillojnë fëmijët, fillon. Çfarë thon ata pusho babi? Janë akoma të vegjël për të më pusho. Janë akoma të vegjël, por vështirë. Është vështirë. Fakti që nga Shqipëria po largohen masivisht. Unë shoh edhe njerëz që kthehen, nuk po se varet edhe si shikon. Kthehen, po duhet bërë një analizë, një statistikë. Për sa kohë arrin të rezistojnë dhe të jetojnë? Kthehen, por arrin një vit, sforcot madhe 2 dhe pasaj rikthehen prapë në vendet e tyre. Ka njerëz që kthehen edhe dalin dhe kam pas të tillë që flasin, ankohen, si të gjithë ne, se ne kemi dhe shumë nevojë të ankohemi, është pjesë jona e brendshme. Po pastaj ka dhe njerëz që rinë. Ka, po sa rezistojnë dhe ndonjëherë rezistojnë vetëm nga inati që s'duan të rikthehen prapë atje ku. Ndërkohë po të kërcënojnë përsëri? Ja. Jo. Tani fakti që u kam dalë, që i takoj paraprakisht, para se të fakti që para lajmëroj them gjë, unë nuk kam ndërmend të tërhiqem, do t'i shkoj deri në fund kësaj çështje. Të pyes ndonjëherë po ti çado. Të thon? Po kam që thon çado, po tani do ta kuptojnë vetë. Ta thash për çado. Unë e thash publikisht çado. Nuk dua të bëj betejë të fortë. Jo, po ti thua dikujt që vjet, unë dua që të fitoj rruga, nuk e kupton ai. Edhe mua kur kam bërë një cikël emisiones për tapin, këtë pyetje më bën, ti çfarë do? Në këtë rrugën e Kolonjës. Tashun të marrin lek njerëzit. Në rrugën e Kolonjës më paragjykuan në fillim, pastaj fillon më paragjykuan me idenë që s'po kalon në rruga afër tokave tua. Aha, normal, po. Kur u bindën që unë nga gjyshi i babait jam
nga Helmsi dhe pronar në atë fshat, po nga gjyshi nga nëna jam në fshatin Qavzes që kalon dhe rrugë e re. Dhe ata janë kulak, kisha më shumë tokë ande. Nga këta kulakët. Po kisha më shumë tokë ande, u e kuptuan që unë nga do që shkonte rruga, do kaloj në përmjet pronave të mia. Po nuk është çështje prone dhe çështje rrugë. Sepse ti mund të kesh shumë prona, mund të kaloj rruga në mes, po pos patë njerëz që je i mbaruar. Ti vetëm je i mbaruar në gjithë aspektet. Se ti mund të kesh pronë, po ti s'ke punëtor. Ti mund të kesh pronë, po s'ke traktor, s'ke traktorist. S'ke shumë element që duan njerëz. Ndërkohë kolonja, ç'është për ty kolonja? Si është kolonja? Po t'ja tregoj dikush që se njeh. Vendlindja për këdo është e mrekullueshme, vendlindja. Për mua kolonja, për dikë tjetër që është nga tropoja, për një që është nga dibra, nuk diskutohet të gjithë rritemi me idenë për të ikur, do ku jemi të vegjël, rritemi dhe me idenë do shkojmë në kryeqytet dhe plakemi me idenë për të u rikthyer mbrapsht një ditë. Është vendlindja ajo ai element që të lidh me. I paqim vendlindjet nga herë më mirë, po që të jenë të tilla nuk ndodh sepse vitet ecin, po sepse ne përmirësohemi dhe flasim. Po, tjetër. Të falenderoj shumë. Faleminderit. Edhe për kontributin qytetar, po edhe që folët në Shqip. Kënaqësi. Faleminderit. Ishim në një emision shumë interesant, që unë i besoj njerëzit që thonë nuk dua të kthehem, prandaj po e bëj, ose e bëj për publiken. Duke qenë se unë vetë besoj tek publikja. Njeriu beson atë që bën vetë. Regjistrohu tek Rudina Xhunga, dritare televizion, janë 2 kanale që janë zëri yt. Zëri i rëndësishëm i njerëzve që vendosin të flasin sepse e duan këtë vend. Regjistrohu dhe na ndiq. Jemi shumë.